Vetëm 3 degë rozmarine I japin lëmë të mirë çdo problemi, ja si t'i përdorni. Rozmarina ka gjetur aplikime të gjëra në mjekësinë tradicionale, është e përdorur për trajtimin e çrregullimeve gastrointestinale dhe neurologjike, forcon sistemin imunitar dhe lehtëson gjithashtu problemet e stresit. Është një gabim më të fitimprurse që mund t'i japë shumë përfitime në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo I siguron trupit një sër elementësh ushqyes, duke përfshirë këto fitomikikatet që kontribojnë në shëndetin e mirë të syve ose mineraleve të tilla si kalciumi, hekuri, mangani, magnezi dhe vitaminat e shumta. Por cilat janë përfitimet kryesore të rozmarinës dhe pse këshillohet që ajo të përdoret në dietën tuaj. Këto janë vlerat kryesore që do të merrni nga përdorimi I rozmarinës në dietën tuaj sipas Healthline. Ajo është e mirë për shëndetin tuaj të trurit. Rozmarina përmirëson funksionet e trurit si kryerja e proceseve njohëse, kujtesa, gjithashtu vigjilenca dhe përqendrimi. Ullumtimet kanë treguar një përmirësim të funksioneve njohëse 20 minuta pas thithjes së vajit esencial të rozmarinës, duke cilësuar atë si një nga produktet më fantastike në dobi të shëndetit tuaj. Rozmarina ka veprime të mira antiseptike. Zjerrja e rozmarinës dhe vajit esencial të saj do të lehtësojë lodhjen nervore, stresin kronik, ndërsa do të përmirësojë kështu humorin dhe cilësinë tuaj të gjumit. Rozmarina është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime në dobi të organizmit. Ajo ka gjithashtu veprime të mira antiseptike. Ekstrakti I barishtes ka veti antifungale, antivirale dhe antioksiduese antibakteriale për shkak të përmbajtjes së acidit karbonik dhe rozmarik. Ullumtimet kanë lidhur atë me një risk më të ulët të infeksioneve për sistemin imunitar. Shtimi I rozmarinës në përditshmërinë e dietës suaj mund të përkthehet në një mburojë më të mirë për presionin e qarkullimit të gjakut. Elementet antiinflamatorë që forcojnë sistemin imunitar si dhe stimulojnë qarkullimin e gjakut janë të pasuruara me rozmarinë. Ekspertët thonë se ato mund të ndihmojnë në ndjeshëm në menaxhimin e situatave tuaja kritike dhe të kthehen në një aleat të vërtet në mbrojtjen e organizmit. Rozmarina do të ndihmojë me flokun, gjithashtu edhe me lëkurën tuaj. Lëndët ushqyese që përmban rozmarina mbrojnë qelizat e lëkurës nga efektet e dritës së diellit dhe radikalet e lira, të cilat nxisin gjithashtu edhe prodhimin e kolagjenit. Vaji I rozmarinës është I famshëm për rritjen e flokut dhe mbrojtjen kundër zbogthit dhe lëkurave të thata, duke e bërë kështu rozmarinën një prej përzgjedhjeve më të mira në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Rozmarina ka një shije dhe një aromë të pashoq. Emri I saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Kjo është një nga erëzat më të preferuara tan visave shqiptare. Qytetrimet e lashta e përdorin rozmarinën dhe e konsideronin atë si një nga barishtet më fitimprurse në dobi të shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Në mesjet, rozmarina besohet se kishte aftësi të mira edhe në këndjelljen e elementeve ushqyes, gjithashtu ajo mund të afronte edhe më shumë marrëdhëniet bashkëshortore. Rozmarina ka veti të mira ushqyese, të cilat disa prej të cilave do t'i rendisim në këtë video sipas Healthline. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyes të dobishëm për organizmin. Konsumi I rozmarinës do të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin e gjakut dhe do të rrisë gjithashtu edhe përqendrimin. Ekspertët thonë se vaji I rozmarinës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë, sidomos edhe për personat të cilët duan të rrisin memorien e tyre. Ekspertët thonë se rozmarina mund të ndihmojë në qarkullimin e aktivitetit të trurit, duke ndihmuar në gjallërimin e tij. Jo më kot qytetrimet e lashta e përdorin atë si një bimë fantastike për të rritur performancën e kujtesës gjatë studimeve. Shtimi I rozmarinës në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një element mjaft të mirë ushqyes. Rozmarina ka aftësi parandaluese të rënies së flokut, gjithashtu mund të përdoret me kujdes edhe kundër problemeve të thinjave.
Vaji i rozmarinës dhe çaji i saj përdoren gjërësisht për të stimuluar dhe ushqyer rritjen e flokut dhe për të përmirësuar shëndetin e tyre. Por si ta përdorni edhe çajin e rozmarinës në përditshmërinë e dietave tuaja? Për të realizuar këtë çaj ju duhet një filxhan me qumësht, një degë rozmarine e thatë ose një lugë gjedhe rozmarin të thatë. Ju duhet gjithashtu edhe një lugë çaji me mjaltë. Ndajeni degën e rozmarinës dhe coptëzojeni në një tenxhere me qumësht dhe i lini të zjenë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe e lini të qëndrojë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet ta përzjeni lëngun vazhdimisht. Shtypni copat e rozmarinës me lugë që të lëshojnë më shumë aromat e forta dhe të çlirojnë gjithashtu edhe vajrat esenciale të tyre. Më pas mund të shtoni mjaltin dhe çaji është gati për konsum. Rozmarina është një bimë që mund të rritet lehtë në shtëpinë tuaj sepse ka nevojë vetëm për pak përkujdesje. Por gjithashtu rozmarina mund të rritet edhe në shtëpinë tuaj dhe gjithashtu ndikimet që do t'i japin organizmit tuaj do ta bëjnë atë një prej bimëve më fantastike me dobi të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sipas Idris Nodhet, këto janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i kësaj bime. Ajo ndihmon dukshëm në shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë tij edhe dioksidin e karbonit. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkëri, do të thotë më pak oksigjen në trupin tuaj. Gjithashtu, këto mund të shkaktojnë edhe probleme të qarkullimit të ajrit dhe probleme të shëndetit tuaj. Sipas mjekëve, trajtimeve mund t'i ofroni edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit me përdorimin e kësaj bime. Ajo përmban vitaminën A, vitaminën C, gjithashtu duke përfshirë edhe minerale të tilla si magnezi, kalciumi, zinku, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Rozmarina është një bimë fantastike që mund t'i japë shumë përfitime edhe për shëndetin e syve. Për personat që përjetojnë humbjen e shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Për të ulur riskun e prekjes nga këto sëmundje, rekomandohet ta konsumoni atë sa më shpesh në dietën tuaj në mënyrë që ndikimi i saj në organizëm të jetë i menjëhershëm dhe i plotë, për të parandaluar komplikacione dhe për të sjellë gjithashtu rezultatet e duhura ushqyese në dobi të shëndetit. Rozmarina është një bimë fantastike që mund t'i japë përfitime të larmishme edhe për tretjen e shëndetshme. Duke qenë e pasur me nivele të mira të antioksidantëve, kjo bimë do të ndikojë edhe në trajtimin e problemeve të tretjes së dobët nga ushqyerja e keqe. Kujdesuni të shtoni rozmarinën në secilën nga ushqimet tuaja për të përfituar njëkohësisht vlerat e saj dhe për të parandaluar kështu ndikimet negative të radikaleve të lira në organizëm. Rozmarina është një bimë fantastike për shëndetin e trurit tuaj. Ndihma që kjo bimë jep tek memoria mundet të rrisë përqendrimin e trurit dhe është gjithashtu shumë e vlefshme në menaxhimin e lehtësimit të komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trurit tuaj. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien tuaj deri në 30% dhe ndikimi që do t'i japë në shëndetin e kujtesës do të jetë i menjëhershëm. Rozmarina është një bimë shumë e mirë, fantastike, edhe për kujtesën e shëndetshme dhe të parandaloni gjithashtu edhe problemet e saj. Madje, ajo është një bimë shumë e mirë kundër problemeve të depresionit. Rozmarina ndihmon edhe kundër sëmundjeve të ndryshme siç janë edhe ato neurologjike, të tilla siç mund të jenë depresioni dhe nxitja e niveleve të ndryshme të ankthit. Shtimi i kësaj bime në rutinën tuaj ditore të kujdesit mund të përkthehet në një element të favorshëm në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të ngjashme. Sigurohuni ta përdorni atë me kujdes dhe do të merrni rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Rozmarina duhet të përdoret gjithmonë me kujdesin e duhur dhe në mbikëqyrjen e ekspertëve për të evituar gabimet në përdorim. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.